Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sonte sërish me ju për të ndarë rrëfimin dhe historinë e radhës. Historia që do të ndajë sonte është e pazakontë. Është nga ato historitë që ndoshta të tjerët ta thonë, por lufta që ke me vete nuk e beson dot që realiteti do të deli tillë. Por, fatmirësisht, kur ti je i drejtë me Zotin, e kupton të vërtetën. Buri zbulon që gruaja e tij hyp në taksi bashkë me të dashurin, duke mos e ditur që taksisti është buri i saj. Nuk e kisha menduar kur se jeta ime do të më çonte në një skenë kaq të errët. Kam qenë gjithmonë njëri i qetë, punëtor e familjar. Kam vozitur taksi për vite me radhë. Ditë e natë, shije dhe diell, për të siguruar bukën e fëmijëve dhe qetësinë e shtëpisë time. Gruaja ime ishte gjithçka për mua. Apo të paktën, unë kështu e besoja. Martesa jonë kishte kaluar ulje dhe ngritje. Si çdo çift, normalisht kishim debate, heshtje të gjata, lodhje nga rutina, por unë gjithmonë e kam justifikuar. Është lodhja, thoja. Është jeta. Do të kaloj kjo gjë. I thoja unë vetes time. Nuk dyshoja. Apo nuk doja që të dyshoja. Ajo ditë nisi si të gjithë ditët e tjera. U zgjova herët, mora çelsat e taksisë dhe dola pa zhurmë që të mos e zgjoja gruan time. Ajo flinte me shpinën nga unë. As puthje, as fjalë. Më dhëmbi pak, por u mësova me këtë ftohtësinë që po zgjaste prej muajsh. Rreth mesditës mora një thirrje për një udhtim. Vendodhja ishte afër një lagje që unë e njihja shumë mirë. Kur mbërita, unë u parkova pak më tutjes si gjithmonë dhe prita klientin. Ishte nxehtë, dritaret hapur, radioja fikur dhe pastaj i pash. Zemra më ra në fund të stomakut. Gruaja ime po vinte drejt taksisë. Nuk ishte vetëm, në krah kishte një burr tjetër. Qeshnin lirshëm. Ajo qeshje që unë se kisha dëgjuar prej vitesh. Në atë moment trupi mu mpir komplet. Mendova se po e shihja gabim. U luta të mos të ishte ajo, por në fakt ajo ishte. Ajo hapi derën e pasme edhe ul. Buri tjetër ul pranë saj. Asnjëri nuk më pa në fytyrë. Asnjëri nuk e dinte se shoferi isha unë. Kisha syze dielli, kapele dhe jeta ime po shembej centimetër pas centimetri. Në qendër, tha buri, zëri i tij më preu si thik. Zëri një njeriu që po më vidhte jetën pa e ditur fare. Nisa makinën, duart më dridheshin. Në pasqyrë shihja fytyrën e saj, të qeshur, të çliruar. Nuk ishte gruaja që më thoshte, jam lodhur, çdo mbrëmje. Ishte një tjetër,
Një grua që unë nuk e njihja më. Ata flisnin lirshëm, nuk përmendnin emra, por fjalët ishin të mjaftueshme. Plane, takime, premtime. Dhe pastaj ajo fjali që më vrau. Mos u shqetëso, ai nuk dyshon asnjë gjë për ne. Ai, unë. Një dhimbje thellë që më shpoi kraharorin. Doja të ndaloja makinën, doja të bërtisja, doja të thosha, jam unë, jam buri yt. Por nuk e bëra, sepse në atë moment doja të dëgjoja gjithçka, të vërtetën e plot. Sa do e hidhur që të ishte ajo. Kur mbritëm, ata zbritën shpejt. Ajo pagoi pa më parë me sy. Asnjë dyshim, asnjë ndjesi. U larguan dorë për dore dhe unë mbeta aty me timonin në bosh. Qava si fëmijë. Brënda një makine që kishte dëgjuar qindra histori, por kur një kaq të tmerrshme sa kjo imja. Atë mbrëmje u ktheva në shtëpi. Ajo ishte aty, më priti me një si kalove të zakonshme. E pash në sy dhe tani e dija më gjithçka. Dhe çdo fjalë e saj më duket një gënjeshtër. Nuk bëra sken, nuk bërtita, vetëm i thash, hip në taksi sot. Ajo u spe. Syt ju mbushën me frikë. Dhe në atë heshtje e kuptoi që tmerri i vërtet sa po kishte filluar. Sepse ndonjëherë tradhtia nuk zbulohet nga thashethemet, por nga timoni i jetës që pa pritur bie në duart e gabuara. Ky është rrëfimi i këtij zotërisë, i cili në fakt ka nisur dhe këtë fotografin që unë kam ndarë me ju, për të treguar tmerrin që ka përjetuar nga gruaja e tij, nga bashkëshortja e tij, duke mos e imagjinuar që realiteti i jetës, e vërteta e jetës, fatkeqësisht do t'i sillte deri në këtë pikën që këto të shkatërroheshin një herë dhe përgjithmonë. Unë uroj me zemër që njerëzit të kuptojnë që nuk ka gjë më të shenjtë në këtë univers se sa familja apo përditshmëria ku ne jetojmë dhe e kemi ndërtuar atë përditshmëri.